Miq me mbrëma, ju përshëndet shumë, jam Evanthia Eva. Sigurisht që është një reagim që lidhet me ngjarjet e fundit, që domosdoshmërisht është politika, se lidhet drejt për drejt me jetën tonë, me jetën e qytetarëve shqiptarë, me jetën e sistemit shqiptar, me jetën e ekonomisë shqiptare, me jetën e të ardhmes së Shqipërisë. Shpeshherë shumë reagime i lënë në kauza të distancuara apo të izoluara apo të veçanta, duke thënë që nuk janë politika. Po ky është një rast që duhet ta kuptojmë, që duhet kapim momentin dhe themi që na prek të gjithëve. Na prek të gjithëve sepse nga shpobullimi që po i bëjnë vendet, po i bëjnë gjithë të zaptim të pasurive natyrore, të tokës, të detit, të malit, të çdo gjëje që i përket Shqipërisë. Kjo nuk është vetëm protestë për mbrojtjen për kërkimin e mbrojtjes së zonave të parqeve natyrore, e cila në fakt asnjëherë nuk funksionon kjo lloj kauze, duket sikur thuhet kot si retorik, mbyllet kauza, mbyllet protesta, e bën shoqëria civile dhe ngelet aty. Kjo është një zvërnetësi, rasti zvërnetësit është diçka që tregon, që na zgjon ndjenjën kombëtare, ndjenjën e mbrojtjes tokës natyrës. Po kemi harruar gjithë veriun e Shqipërisë që nuk i ka lënë pikë uji, që kanë zaptu me hece, me tece, me çdo gjë, ka mbushatis, nuk ka asnjë këmbë njeriu më. Prandaj duhet të them që le të shërbej kjo kauzë sot, që ishte shumë e bukur, që mblodhi shumë njerëz, duhen shumë më shumë, po mblodhi dhe tregoi që ja pas ka njerëz pavarur Shqipëria, pas ka njerëz pavarur Shqipëria, s'ka të pavarur, kështu më kanë bërë të besojmë partitë politike, po ja që pas ka njerëz pavarur. Po çfarë do të ndodhi nesër në vijim? Në të njëjtën kohë që bëhet protesta kryeqytet, në 6 mbasdites të vazhdoj të përhapet në çdo qytet tjetër të Shqipërisë, në çdo pikë të Shqipërisë, në çdo lagje të Shqipërisë dhe Tiranës. S'ka pse të jetë vetëm në një pikë të Ministria e Brendshme, sepse është protestë e pavarur, apo jo? Është protestë e pavarur. Të ketë zhurmë, të ketë reagim gjithandej, nuk ka nevojë vetëm në një pikë të izoluar, e cila kontrollohet shumë më thjesht nga njerëz që shpeshherë shërbejnë, raportojnë apo spionojnë të sigurimi shtetit, futen në petkun e shoqërisë civile, nga organizatorë anonim që nuk dim kujt i shërbejnë, nga shumë njerëz që janë të infiltruar nga partitë politike, sado që mund të jenë opozitar, po i shërbejnë partive të sistemit, janë partitë sistemit këto. Bjem dakord që janë partitë sistemit. U a them nga eksperienca ime si ish organizatore shumë protestave, si ish antare lëvizjes studentore 2018-s, që mos përsëritet të njëjtat skenari që janë përsëritur më para, që janë shuar shumë protesta dhe më para të pavarura. Ne harrojmë, po jemi dhe disa njerëz që nuk harrojmë. Mos përsëritet njëjta skenari në historinë e Shqipërisë, sa ngrihet frymë pavarur, shuhet se futen jo partitë politike, jo spionët që raportojnë të sigurimi, janë bërë nga jo shoqëri gjasme civile që dalin njerëz nga 40-50 vjeç thonë jemi student. Partitë politike që janë futur në zgjedhje janë gjitha të sistemit, mos shpresoni më. Duhet reagim totalisht të pavarur. Për që na prek çdo pllëm tokë Shqipërisë, na prek zemrën e, na prek shpirtin e, na prek të ardhmen tonë. Mos t'i futemi pastaj edhe kauzës së investimeve strategjike, se është temë tjetër, po lidhet domosdoshmërisht me ndrimin e sistemit dhe me ndrimin e qeverisë, sado që shpeshherë qeveria bën hapa mbrapa dhe mund bëhet në këtë rast hap mbrapa. Po janë po të gjithë njerëz, gjithë gjëra dhe përsëritet njëjta skenare dhe përsëritet mbrapa. Sa në rastin më të keq, qeveria ndihet shumë e dobët për të tërhequr para investitorëve të mëdhenj, po ne nuk dim saktësisht se çfarë interesash ekonomike fshihen, kështu që por ne kemi të drejtën të dim kush janë investitorët që vinë në vendin tonë, kush është shteti që duam të bashkëpunojmë për interesat tona ekonomike me interesat e tyre ekonomike. Duhet të dim në investitorët tanë, duhet të dim kush investon në Shqipëri, kush s'na pëlqen, s'na pëlqen. E tjerë. Këto zgjidhen me ligjet posaçme, me interesa politike, diplomatike dhe është temë tjetër që nuk bëhet me po të njëjtët njerëz që janë në këtë sistem. Edhe një herë ju sugjeroj në të njëjtën kohë
Dhe dhe në të ardhme, çdo ditë në vijim, por në ditën ka nesër 16 ditës, në çdo lagje, në çdo qytet të Shqipërisë, të dalim të pavarur të reagojmë, që të përhapet fryma e lirisë vërtet, e reagimit të vërtet opozitar dhe reagimit të vërtet qytetar. Amin. Amin. Të shkoj e drejta në vendin e saj. E drejta në këtë rast është Shqipëria të vazhdoj të ekzistoj, ne të vazhdojmë të jetojmë si shqiptarë që e meritojmë të jetojmë këtë tokë në drejtat plota, meritojmë të jetojmë si qytetarë të denjë të Shqipërisë. Kjo është e drejta që është themelore. Na e mbro kushtetuta edhe toka dhe Zoti. Se jemi autokton këtu. Të tjerat janë derivate. Ju përshëndes shumë. Kjo analizë ishte, nuk ishte thjesht analizë, ishte bashkëthyrje. Si specialiste e sistemeve të qeverisjes, si aktiviste, si qytetare e lirë, si gazetare, po si shqiptare të tjerë s'kanë cifare. Dilni nesër në vijim, dilni nesër në vijim, natën e mirë bëfshi sot.